Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotëri. Mirë se vini në edicionin më të ri të emisionit të shëndetësisë. Sonde do të flasim për një temë e cila ka të bëjë më tepër me stigmën dhe komplekset të pacientëve të cilët kanë sëmundje të ndryshme mendore, se si duhet të ndikojmë të gjithë së bashku për një shoqëri më të mirë ku të gjithë do të jemi të barabartë. Po ashtu do flasim në këtë pjesë, në këtë emision, me një mjek i cili ushtron veprimtarinë e tij në Amerikë, në një lidhje drejt për drejt, që do flasim për punën e tij në spitalin psikiatrik. Ai është specializant në psikiatri në New Jersey, ekspert i politikave shëndetësore të Universitetit të Harvardit. Doktor shqiptar me preardhje kosovare, i cili e ushtron veprimtarinë e tij në Amerikë. Doktor Gani Abazi. Përshëndetje doktor dhe mirë se erdhët në emisionin ton. Mirëdita, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit që keni ndarë kohë për të qenë sot së bashku me shikuesit tanë, gjithsesi edhe me shqiptarët e vendit tonë. Fillimisht të bëjmë një letërnjoftim të shkurtër të punës tuaj në Amerikë si psikiatër, por dhe të gjithë përvojës tuaj në Universitetin e Harvardit e kështu me radhë. Faktikisht unë jam specializant në psikiatri, tani do të filloj vitin e dytë pas disa javëve. Unë kam diplomuar në Universitetin e Prishtinës si mjek dhe kam ardhur në Universitetin e Harvardit në Amerikë për të bërë një magjistraturë në politika dhe menaxhment shëndetësor. Kam bërë përgjithësinë shkencësore në neurokirurgji, fillimisht orientimi im ka qenë që të bëhem neurokirurg, kam punuar për 2 vite e gjysmë në disa nga spitalet të Harvardit si orientues shkencor, edhe njëkohësisht kam bërë punë humanitare edhe politika shëndetësore në vende ndryshme. Puna humanitare ka qenë ekskluzivisht në Kosovë për nevojat e shëndetësisë atje. Edhe tani pra një vit kam filluar specializimin në psikiatri, edhe kjo është një lëmi që unë tani shoh shumë interesante dhe praktikisht për filluar kem një pasion të veçantë për ta edhe mendoj që personaliteti im gjindet shumë më mirë se sa në lëmit kirurgjike. Kjo është pak a shumë. Pse keni përzgjedhur pikërisht drejtimin apo të specializoni në psikiatri? Cili ishte ai motivi apo inspirimi që ju zgjodhët këtë drejtim? Psikiatria ka disa specifika të veçanta si specializim në kuadër të mjekësisë. Në radhë parë është në kulturën tonë përgjithësisht në çdo vend, më shumë në vendet që janë më pak zhvilluara, më pak në vendet të zhvilluara, mirë po është prezente në çdo vend ekziston një lloj stigme ndaj sëmundjeve mendore, edhe pacientët që kanë nevojë për ndihmë shëndetësore mendore shumë shpesh janë të paragjikuar, të izoluar në shoqëri, që sepse mesin tonë ekziston një lloj paragjikimi ndaj sëmundjeve mendore dhe ne tentojmë që të largohemi nga ata që mund të kenë depresion apo skizofreni apo çrregullime ndryshme psiqike dhe kjo ndikon që pacientët kërkojnë ndihmë më vonë, të hezitojnë nga frika e izolimit, edhe gjithashtu një veçantë tjetër është që sëmundjet mendore morën një kohë shumë më gjatë për të shëruar. Edhe kërkojnë kujdes të veçantë dhe pastaj është shumë e rëndësishme që domethënë pacienti është ajo na i thojmë dhimbje mentale, emocionale që mund ta kenë pacientët që por që ekziston të smut të pacientët me sëmundje mendore që mund ta përjetojnë edhe si psikiatër mund desh për ta vetëm nëse fiton besimin e pacientit edhe pacienti të hapet besoj edhe tregoj se çka është duke shqetësuar. Domethënë këto janë disa specifika që unë shoh shumë karakteristike për psikiatrinë, edhe unë mendoj gjithashtu që psikiatria, si themi, shëndeti mendor është pjesë e çdo gjëje që ne bëjmë. Çdo veprimtari, çdo specializim, psikiatri është i nevojshëm në çdo lami shëndetësore edhe në çdo veprimtari të jetës. Është në farforme, në një formë ose tjetër është ndërlidhur me shëndetin mendor. Për këtë arsye, shpresoj që unë të jem si
aset me ndihmë pacientëve edhe në adresim të nevojave të njerëzve tonë, qoftë në Amerikë, Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, kudo që janë. Përmendëm shëndetin mendor, doktor. Çfarë në fakt paraqet shëndeti mendor? A është po aq i rëndësishëm sa shëndeti i përgjithshëm ose ai fizik? Unë mendoj që është pjesë integruar e shendetit përgjithshëm tonë. Shëndeti mentor faktikisht definon shumë raporte, shumë gjëra në raport me tjera të shoqëri, por njëkohësisht edhe qasjen që kemi ne ndaj punës, ndaj jetës, ndaj familjes, ndaj sëmundjeve tjera, ndaj procesit të shërimit. Unë mendoj që shëndeti mendor është shumë i rëndësishëm. Tani unë duke marrë parasysh që jam në lamin e psikiatrisë, unë kam tendencë tani ta konsideroj si më të rëndësishme. Padyshim edhe është, në fakt edhe ashtu është. Përmendëm pak më herët, doktor, stigma ndaj sëmundjeve mendore. Sigurisht tani nuk flas për kushtet se si janë në trojet shqiptare ose në Ballkan, realisht në vendlinjët tuaj në Kosovë apo në Maqedoni dhe krahasuar me kushtet në spitalet e Amerikës, absolutisht, por megjithatë kur jemi te çështja e stigmës dhe paragjykimeve apo komplekseve ndaj sëmundjeve mendore, krahasuar një kontinent siç është Amerika dhe vendet tona. Kjo stigma a është e njëjtë ndaj apo qasja ndaj këtyre pacientëve nga shoqëria është e njëjtë? Në Amerikë mund të jetë më pas pak e theksuar në përgjithësi në shoqërinë amerikane, mirë po unë kam rritur që në kuadrat e grupeve të caktuara apo subgrupeve në kuadrat e shoqërisë amerikane, për shembull, kemi pas raste me pacient nga komuniteti Koreas së Jugut ose nga vendet e lindjes mesme në ato komunitete, ato pacientët janë thjesht sëmundje mendore, kanë edhe perceptim caktuar shoqëri, edhe kjo ndikon negativisht që ata mund të vinë të kërkojnë ndihmë, por njëkohësisht që edhe ne mund t'ju ndihmojmë edhe në farë forme, për shembull Korenë e Jugut e kombëret që paragjykimet janë shumë të mëdha, që persona që kanë një diagnozë sëmundje mendore kanë shumë probleme të integruar, kanë shumë probleme që ta gjejnë veten në kuadër të kulturës tyne. Unë mendoj që në mesin e kulturën tonë shqiptare është një gjë e tillë, gjithashtu e theksuar. Thjesht ne duhet të punojmë në kuadër të edukimit shëndetësor edhe të informimit njerëzve tanë, se thjesht është pjesë e jetës që është pjesë normale e jetës që kur ne ballafaqohemi me sfida të caktuara në punë, familje, me shëndet ose kështu me radhë, që kemi ankth, kemi depresion, kështu me radhë, mirë po ne duhet të kërkojmë ndihmë në ato raste. Mirë po, në shoqëri caktuara, përgjithsisht në perëndim, kjo stigma shumë më pak është e theksuar, mirë po, kuadër të përsëri varet nga shoqëri, nga aspektet kulturore, sociale, edhe ambientin ku jetojnë njerëzit. Megjithatë, doktor, ju vini shpesh në vendlindje. Si shihni në fakt shërbimet psikiatrike të institucioneve të shëndetit mendor karshi pacientëve? Si vlerësoni? Me që keni një përvojë shumë të madhe. Unë nuk mund të flas për shërbimet psikiatrike të shëndetit mendor në Maqedoni, por për ato që kam në Kosovë, nevojat janë njerëzakonisht të mëdha dhe numri i psikiatrëve për numër banorëve është shumë i vogël. Gjithashtu duhet kemi më shumë psikologë që merren me raste pak më të lehta që janë në shkolla, kështu me radhë. Mendoj që ka përparim këtë aspekt, mirë po ne duhet ndërtojmë kapacitete edhe njëkohësisht kapacitete, domethënë infrastrukturore, logjistike, po njëkohësisht të investojmë në kuadrin, në edukimin e kuadrave të reja, në mënyrë që numri i psikiatrëve për kohë banore të jetë më i madh. Megjithatë, doktor, ju përmendet psikologët. Ku është dallimi në mes të psikiatrit dhe psikologut? Është një dallim që jo rrallë herë edhe gabohet në këtë koncept. Pra, çfarë profesionisti është psikiatri dhe çfarë psikologu?
disa shoqëri të caktuara mund të ketë kompetenca ndryshme, megjithatë ajo që është në Amerikë, psikiatria merret kryesisht me terapi, psikoterapi, do të thonë që ka të bëjë me bisedime me pacientin, me shprehjen e ndjenjave të caktuara. Vetëm në disa shtete psikologët klinik mund të përshkruajnë barna, shumica e shteteve nuk mund të përshkruajnë barna, ndërsa psikiatrët merren me trajtimin që ka të bëjë edhe me ato mjekësor, domethënë me medikamentaz që me fjalë tjera në via tashpra, psikiatri mund të jap terapi, mund merret me raste shumë atrona të psikiatrisë, ndërsa psikologu merret kryesisht me psikoterapi pa barna, edhe merret me raste më të lehta. Le të themi ankthje, shqetësime të ndryshme, probleme që ndodhen në shkollë ose në punë. Zakonisht psikologët raste të rënda i referojnë të psikiatrat, mirë po për raste të lehta, ata mund të ofrojnë ndihmë. Në disa shtete ku ka, domethënë psikiatria, psikologjia klinike është si doktoratur që po edhe në ato shtete mund të lejohet, domethënë ju lejohet psikologët klinik që përshkruajnë edhe barna, edhe ato vetëm që janë psikotrope. Domethënë psikiatri merr raste më të rënda që janë, psikologu merr raste më të lehta edhe nuk përshkruan barna. Në spitalin ku ju po ushtroni veprimtarinë tuaj, njëkohësisht dhe po specializoni, çfarë rastesh ose çfarë sëmundjesh konkretisht trajtohen? Spitali Bergen Bridge Medical Center është spitali i dytë më i madh në Amerikë për nga numri i shtretërve, ka 418 shtretër psikiatrik dhe rreth 1000 kështu, domethënë sëmundjeve të tjera, familjeve të tjera, duke qenë që është shumë i madh si spital, ekspozimi ndaj rasteve klinike është që të gjitha rastet, çdo gjë që është në lamin e psikiatrisë gjendet aty, dhe shërbimet, domethënë shërbimet ofrohen ndaj pacientëve kryesisht New Jersey, mirë po edhe New York, po edhe domethënë shtete të tjera afër që janë, Pennsylvania kështu me radhë. Kurse sëmundjet konkrete me të cilat trajtohen? Patologjit? Po, patologjit, mendoj që kemi çrregullimet bipolare, jashtëzakonisht shumë, skizofreni, pastaj depresion të lidhur me tentime të vrasje, edhe gjithashtu abuzimi i substancave ndryshme, alkooli, droga të ndryshme, kokainë, heroin, e kështu me radhë. Edhe pacientat e tillë vinë na për detoksikim dhe rehabilitim. Domethënë, këto mund të jenë predominante. Mirë, po gjithashtu spitali ka një departament jashtëzakonisht madh të psikiatrisë së fëmijëve, domethënë fëmijët në moshën 18 vjeçare që mund të kenë çrregullime ndryshme, abuzime të fëmijëve, tentime të vrasjeve, kështu me radhë. Sëmundje, domethënë të ushqyerit, anoreksia nervoza, bulimia nervoza, kështu me radhë, që të gjitha. Cili është, doktor, efekti i trajtimit të hershëm? Pra, në qoftë se një pacient vjen dhe kërkon ndihmë mjekësore për shëndetin e tij mendor më herët, do të ketë sukses në trajtimin e tij apo në shërimin e tij sigurisht më herët. Cili është efekti i vonesës në trajtim dhe i trajtimit të hershëm? Po, që të nisim që nga fëmijët. Trajtimi i hershëm në kupton që një pacient bën një jetë normale, edhe shërohet edhe të bëhet qytetar i dobishëm shoqërinë tonë, apo që sëmundja të progredojë dhe zhvillohet në faza të jashtëzakonshme, domethënë shumë të zhvilluara, dhe si tillë pacientit mos jetë në gjendje të kujdeset për veten as për familjen, edhe të jetë obligimi i shtetit që ne, domethënë institucionet caktuara të kujdesen për to. Sa më herët që pacientat kërkojnë ndihmë shëndetësore, duke filluar që nga psikologu, le të themi shkollë, deri te psikiatri,
atëherë shansa që për një shërim më shpejt, më të mirë, edhe më të gjithanshëm janë më të ndoja. A vlen edhe këtu ajo rregulla e artë e mjekësisë, domethënë që diçka është më mirë ta parandalojmë se sa ta mjekojmë? Patjetër. Kjo është pjesë gjithashtu e shëndetësisë publike. Parandalimi është shumë më mirë se sa mjekimi edhe përket ne këtu në Amerikë çdo shkollë, domethënë ka punëtor, ata këshilltarë që janë për fëmijë, por njëkohësisht edhe psikologët edhe ata mundohen që domethënë kuadër çdo viti ose më shpesh çdo vit fëmijët kanë intervista me le të themi këshilltarë apo counselor si quhet tash në shqipe, edhe ata mundohen të shohin nëse është diçka që nuk është duke shkuar me fëmijët, edhe nëse shohin që është diçka shqetësuese, le të themi fëmia ka ide vetvrasje apo të shkaktimet të shkajë jo mirë ndaj nxënësve të tjerë, ata të referohen të psikiatri. Mendoj që ne duhet bëjmë ndërgjegjësimin e popullatës që në jetën tonë, gjithsesi prej nesh mund të kalojmë momente të caktuara, stresit, depresionit. Thjesht kudo që ndodh jeta mund të kemi ngjarje të caktuara, le të themi probleme të familje, le të themi një antar i familjes mund smuret edhe antarët e tjerë përjetojnë shumë rënd procesin e smundjes apo smundjes si kanceri, kështu me radhë. Domethënë që gjitha këto janë pjesë e jetës që ndodhen në shoqërinë tonë. Ne duhet që t'i adresojmë edhe t'i ndihmojmë njerëz tanë që smund pacientët. Kjo mund ndodh kuadër familjes, po dhe shoqërinë tonë e kështu me radhë. Ne mund të kemi raste kur një shok apo shoqë jonë, kolega apo kolege ka ndodhur diçka dhe ka ide që të bëjnë të në vetvetes, bëjnë vetvrasje kështu me radhë, ne duhet të ndihmojmë këto raste edhe që ndikojnë që personit shkon të mjeku, të psikiatri, rëndim. Megjithatë, cilët mund të jenë faktorët të cilët mund të bien deri në paraqitjen e sëmundjeve mentale ose mendore? Po janë shumë faktorë. Në disa sëmundje janë faktor gjenetik, faktorët të ambientit, tani ka të ri që infeksionet të ndryshme gjithashtu ndikojnë në metabolizmin e neurotransmeterëve të mëdhenj. Thjesht unë mendoj që është një lloj kombinimi i shumë faktorëve. Njeriu faktor gjenetik mund ta ketë vulnerabilitetin për le të themi skizofreni edhe ose në një smundje tjetër ose për shembull për vetvrasje mendohet që është një faktor gjenetik mjaft i madh. Edhe ajo fillon paraqitet vetëm rastin kur pacienti kalon nëpër një periudhë shumë të vështirë, stresogjene edhe domethënë ai predispoziimi ka qenë aty gjatë jetës, po paraqitet vetëm rastet e vështirësive të caktuara në jetë. Megjithatë, doktor, trajtohet, shërohet, sigurisht trajtimi i hershëm e përmendëm më herët, domethënë ka shpresë edhe për pacientët e tillë, sigurisht. E vërteta është që në Amerikë 58.000 persona, mbi 58.000 persona çdo vit bëjnë vetvrasje. Çdo 19 minuta një jetë humbet në Amerikë nga vetvrasja. Mirë, po Amerika është një shtet me 330 milion banor. Vetvrasja është pjesë e çdo shoqërie, domethënë ndodh gjithkohë, një më bindur që mund edhe në Maqedoninë në Kosovë gjithmonë mirë, por ne duhet të morim si thoshtë kemi një strukturë spitalore e cila merret me trajtimin, parandalimin radh parë. Edhe kur ka tentime vetvrasje, atëherë ata pacienta kanë tendencë që ta përsëritin e gjë të tillë. Atëherë ata janë rrezik jashtëzakonisht të shtuar që nëse dikush tenton edhe nuk ka sukses, atëherë që ta përsërisë përpjekje përsëri
ta bëj përsëri vetvërosën derisa të ketë sukses. Tilla raste ne duhet të intervenojmë, duhet të ndihmojmë ta njerëz. Cili do të ishte mesazhi juaj për të gjithë publikun, për të gjithë shoqërinë, që të kujdesemi më shumë për shëndetin tonë mendor, për neuronet tona ndoshta, sepse ato nuk regenerohen? Ju faleminderit shumë për ftesën edhe në veçantë për fokusin që jep në shëndetit mental, edhe çdo gjë që bëni për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore Maqedoni, Kosovë dhe gjithmonë në Ballkan. Faleminderit shumë doktor që ishi pjesë e emisionit tonë. Ju urojmë shumë suksese në punën tuaj. Faleminderit juve, gjithat mirë. Faleminderit. Të nderuar shikues, kjo ishte Etera për sot. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe kujdesuni për shëndetin tuaj. Deri në takimin e radhës, bashkë mirupafshim.